Çmimet e syzeve më të lira e dim se variojnë nga 5 deri në 50 euro. Çka thot doktoresha për ato falso, se sa e dëmtojnë syrin, këto do ta kuptojmë nga Roka. Të na është trend ajo blerja e syzeve të lira, me qenë se Menion e arsyetoi për shkak standardit ult që ka popullata, një pjesë e madhe. Mirë po, Menion tjetër nuk i arsyetoi njerëz që kanë mundësitë materiale edhe shkojnë marrin asaj syze për shkak neglizhencës vetë që e bëjnë. Se gjithë botën shiten ato syze. Ne kem rastin kur na vinë edhe thotë jo, mu prej Zvicrës mi kanë pru, nuk janë këto kësi. Po gjithë bota e ka syzat kineze që shiten. Te ne e shiten 2 euro, se jemi ma të barfën. Po në Zvicër shkën 30 euro, 50 euro, se i kanë standard tjetër. E ti mos mendo që është diçka ma e mirë. Ato janë, blehen gjithë kund, si momenti ytë që e tregon që i ke harru, ose të kanë ty në moment, edhe duhesh diçka me bo pas syze s'mundesh. Edhe zgjidh problemin, ose del me udhtu, i ke harru syzet, i ven syzet lexon rrugës. Mirë po jo me majt me vitet tona ato. Se unë e gjithmonë thëmë, aqë sa kushtojnë, aqë që kanë vlerën. Po zgjidh problem. Për zgjidhjet një kohë të shkurt, banë. Se kvaliteti i gjamit dihet çfarë është ai derisa kushton qaq. Mandej kornizat janë shumë të egra, janë neve na bien shpesh thotë jo unë po du me çta temën, po nuk bën se na ndodh që ato thehen gjatë punimit. Se ajo duket njëjtë, plastik, po nuk i ka elasticiteti, nuk i ka ato. Dhe më thonë që kështu janë zgjidhje momentale, po jo zgjidhje të vazhdueshme. Derisa biseda këndshme po vazhdon, doktoresha është në punë dhe sot tra për shkak të kërkesës së shumë të klientëve. Roka punon e hën e shtun. Për fund, ajo ndal me shikuesit e në Zoom një gjë shumë të bukur. Tash kur vinë për shembull pacientat, thotë doktoresha po më njeh, ata normal që unë kam filluar si fëmijë kur ti ke punu në Mendorak, syzet e para ti mi ke qit. Po, edhe tash unë gjithmonë them, unë jam ne, ju mbani mend, unë kum ju mbajt juve. Po njena shumë krenare edhe gjithmonë jam shumë më e plotësuar kur i shoh që më kthehen klientat e njëjtë ose pacientat e vjetër që i kam, se unë i kam edhe pacientat krejt që i kam edhe prej spitalit që hala vazhdojnë. Se edhe mjeku është si rroba qepsi, si frizeri, aty ku të pëlqen aty edhe ngel njeri, gjithmonë. Tham që e shtun, po ditë fure për optikën Roka. Ndonjë pacient ose diçka që ka rastis me qenë tani edhe që... Po, deri tash kishim pacienta mjaft, tash për momentin e kemi edhe një pacienta aty që jemi të jazëru bebzat, edhe po presim me doktorishën me vizitu. Tash mund të hymë të shofni edhe pjesën tonë të ordinancës, ku i kemi pajisjet, edhe ku e bëjmë vizitën. Ky është ambienti kur bëhet vizita. Në Zoom ju sjell pamje ekskluzive nga një kontroll rutinore. E ne provuam disa syze dielli, ku me çrast një e kemi ble, të dytën e morëm falas. E po kjo është oferta fundvitit nga Optika Roka. Optika Roka, si jemi më të lirët, jemi më të mirët.